Tepelena, me resurset e saj të pasura natyrore, historike dhe kulturore, ka qenë edhe këtë sezon turistik një prej destinacioneve të preferuara për vizitorët vendas dhe të huaj. Qyteti dhe zonat përreth ofrojnë një kombinim të veçantë mes historisë, natyrës dhe aventurës, duke tërhequr turistë që zgjedhin të eksplorojnë jugun e vendit. Sipas të dhënave, gjatë kësaj periudhe, numri i turistëve të huaj që ndalen në qytet dhe në zonat përreth ka ardhur në rritje. Ka pasur një turizëm relativisht të qëndrueshëm në aspektin numerik. Shprehen dhe diku të kënaqur, po themi, operatorët turistik në zonë. Sigurisht që dëshira është më e madhe për të shtuar kërkesat, për të rritur kërkesat, por kjo patjetër që kërkon edhe një lloj mbështetje, një lloj angazhimi jo vetëm individual, pra po themi në shërbime, por kërkon patjetër edhe mbështetjen e institucioneve, si në këtë rast është Bashkia e Pelenës. Jemi në fazën që Kalaja e Pelenës është drejt përfundimit të saj, për sa i përket punimeve restauruese. Është një aset i rëndësishëm dhe një, si thua, një objekt i cili bën që të kthejnë kokën atë Velena, pra është një arsye për të qëndruar te Velenë, dhe në kushtet që ka qenë, pra në këto periudhën 2 vjeçare që ka qenë në rekonstruksion, sigurisht ka pasur dhe në impaktin e vet, po themi jo pozitiv, sepse ka penguar që të ketë një turizëm konstant. Ndërsa atraksionet që vjojnë të tërheqin më shumë turistët janë Kalaja e Tepelenës, monument me rëndësi historike dhe një prej simboleve të qytetit. Interes të veçantë paraqet edhe Lumi Vjosa, i cili ofron mundësi për eksplorim të natyrës dhe aktiviteteve të ndryshme turistike. Ato mund të vizitojnë pa diskutim kanionet e Kurveleshit, cilat janë atraksionet më interesante deri më sot, pra janë ato që tërheqin më shumë vëmendjen për ritës së vërtetës, pastaj vjen Vjosa, është e dyta në radhë. Dhe shumë pak, pastaj ka aktivitete natyrore që mund të jenë ecjet apo ngjitjet në mal, që janë dhe pak më të zbehta, po themi tani në periudhën e korrigueshit, sepse është temperaturat e larta nuk e favorizojnë. Pra njerëzit kërkojnë më shumë freski dhe më shumë të jenë afër detit për të qenë të realistë ose më shumë afër malit. Me pasurinë e saj historike dhe natyrore, Tepelena synon të zgjerojë më tej ofertën turistike dhe të kthehet jo vetëm në një pikë ndalese për vizitorët, por edhe në një destinacion ku turistët qëndrojnë dhe eksplorojnë më gjatë.